Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj ka pritur në një takim zyrtar në Tiranë presidenten e Republikës së Moldavisë Maja Sandu. Me këtë rast, presidenti Begaj ka përcjell presidentes Sandu urimet më të përzemërta për zgjedhjen e saj në krye të shtetit moldav, duke i dëshiruar suksese të mëtejshme në misionin e saj në shërbim të popullit dhe demokracisë në Moldavi. Gjatë takimit, presidenti Begaj ritheksoi mbështetjen e palëkundur të Shqipërisë për popullin e Moldavisë, në përpjekjen e tij për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt, më të begatë dhe plotësisht të integruar në familjen evropiane. Ai vlerësoi qëndrueshmërinë e qytetarëve moldav dhe aspiratat e tyre euroatlantike në një kohë sfiduese, të karakterizuar nga pasiguria gjeopolitike në rajon, e shkaktuar nga agresioni vazhdueshëm rus ndaj Ukrainës. Presidenti i Republikës vlerësoi marrëdhëniet aktualisht shumë të mira mes Shqipërisë dhe Moldavisë, duke theksuar se ekziston një potencial i konsiderueshëm për thellimin e mëtejshëm të tyre. Ai nënvizoi rëndësinë e intensivitetit dhe dialogut politik përmes shkëmbimeve të rregullta të vizitave dypalëshe në nivel të lartë, si dhe përmes mekanizmave të tjerë institucional që vazhdojnë të forcojnë bashkëpunimin dypalësh. Në këtë kuadër, Begaj shprehu interesin për zgjerimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në fusha të rëndësishme, siç është ekonomia, tregtia, turizmi dhe kultura. Ai vlerësoi mundësinë që ofrohen për bashkëpunim konkret në sektor me interes të ndërsjellë dhe inkurajoi lidhjen më të ngushtë mes komuniteteve të biznesit dhe informacioneve kulturore të dy vendeve. Takimi është zhvilluar në një atmosferë miqësore dhe konstruktive, duke konfirmuar vullnetin e përbashkët për forcimin e lidhjeve politike, ekonomike dhe kulturore midis Shqipërisë dhe Moldavisë.